Presidenti i Republikës Bamir Topi, për dhënë urimin e tij për fillimin e vitit të ri shkollor, ka zgjedhur shkollën 9-vjeçare Tufin të komunës Dajt. Sipas kreut të shtetit, ky vit është mjaft i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë, pasi priten ndryshime të mëdha. Ky vit është shumë i rëndësishëm për shqiptarët. Ne jemi në prag të ndryshimeve të mëdha politike në funksion të familjes europiane. Pra ne po integrohemi në familjen europiane dhe kjo dikton që të gjithë nxënësit në të gjithë ciklin shkollor të përgatiten me shumë seriozitet, sepse frontet e punës nesër do të jenë jo vetëm Shqipëri, por do të jenë në mbarë Europën. Ndërsa kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli në ditën e parë të shkollës ka qenë në një tjetër shkollë, e pikërisht në shkollën 9-vjeçare në Yshek, ku mori pjesë dhe në inaugurimin e saj. Shkolla është një investim rreth 42 milion lek dhe është ndërtuar mbi bazën e të gjitha standardeve bashkëkohore. Sot nuk mund të thot asnjë njeri se nuk ka mundësi në shkollën e vet, që t'jetë tek kompjuteri, që t'jetë tek informacioni, që t'jetë tek dia, që t'jetë i barabartë, pas një dallim, me shok tuaj, me shoqet tuaja, qofshin në Gjermani, qofshin në Amerikë, qofshin cilin do vend të botë. Urimin për ditën e parë të shkollës, ministri i Brendshëm Lulzim Basha i ka bërë në shkollën e mesme Tomor Sinani në Cerik, rikonstruktimi i së cilës ka kushtuar rreth 24 milion lek. Në fjalën e tij, ministri Basha ka theksuar se këtë vit të gjithë shqiptarët do të lëvizin të lirë në Europë. Në qoftë se kulmi i interesit më të madh që i gjës më të mirë që mund na ofrojnë, ne ishte një ekskursion, fjala bien po Gradec. Ky është viti i parë shkollor ku gjimnazistët e Tomor Sinanit, si kundër gjimnazistët e gjithë Shqipërisë, këtë vit shkollor do të kenë mundësinë që turet e tyre me autobus t'i kryen kudo në zonën Schengen në Europë. Ministri i Punëve Publike dhe Transporteve Sokolov Dashi ka qenë në shkollën 9-vjeçare Ali Sollaku në komunën Kuma në Fier, për të dhënë dhe ai urimet për fillimin e vitit të ri shkollor. Në fjalën e tij, Oldashi ka deklaruar se vetëm gjatë 5 viteve të fundit në Fier janë investuar 1 miliard lek për shkollat. Vetëm 5 vitet e fundit ne kemi investuar në shkollat e qarkut Fierit rreth 1 miliard lek të reja apo 10 miliard lek të vjetra apo 10 milion dollar. Janë 2 institucione të arsimit pashkollor të ndërtuar. Janë 26 shkolla 9-vjeçare, 4 shkolla të mesme, 2 shkolla profesionale dhe 3 gjimnaze të reja që janë duke përfunduar